with somebody who loves me. 11-vjeçaria Serena Marku nga Lezhë, e cila jeton në Itali, ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm duke u kualifikuar në konkursin prestigjos The Voice Kids of Italy. Me një performancë plot energji, siguri dhe karizmë skenike, Serena interpretoi këngën ikonike I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me të Whitney Houston, duke marrë vlerësime maksimale nga juria. Antarët e jurisë theksuan se energjia e Serenës e bëri të gjithë të ngriheshin nga kariket, ndërsa vlerësuan lirshëm sigurinë skenike dhe gutësimin për të zgjedhur një këngë teknikisht shumë të vështirë për moshën e saj. Në përfundim të audicionit, Serena zgjodhi Loredana Berte për t'u bashkuar ekipit të saj gjatë gjithë këtij edicioni. Sezoni 4 i The Voice Kids në Itali ka nisur transmetimin më 10 janar 2026 në Rai 1. Paneli trajnerëve përbërë nga Arisa, Loredana Berte, Clementino Ruko Hund si trajner dyshe, si dhe Nek, ndërsa moderimin e vijon për të 4-tin sezon radhas Antonella Blerici. Një talent i vogël me një zë të madh, Serena Marku po përfaqëson dinjësisht Lezhën dhe shqiptarët në një nga skenat më të rëndësishme muzikore për fëmijë në Evropë, duke të shmuar se pasioni dhe puna e palodhur nuk njohin kufi.